apnea gjumit, sidomos tek fëmijët. Kemi rastin në cilën na kanë ardhur prindrit duke në ankuar, doktor, fëmiu në gjumë duket sikur nuk merr frymë her pas here, ndërpritet frymarrja. Gjë e parë në këto duhet të shohim tek fëmijët, po themi, si është gjendja e klinikut të tretë, si është gjendja e klinikëve. Po flas në gjuhën popullore që na kuptojnë. Po, sa. Në qoftë se këto janë të rritura, këto duhet të hiqen, duhet të mjanohen. Nëse ka pas infeksione të shpeshta, duhet të apnea gjumit është urgjencë. Për shkak se ndërprehet oksigjenimi i trurit. Dhe kjo na jep mund të na çojë edhe në dëmtime të trurit. Prandaj gjithmonë ju rekomandojmë prindërve nëse janë për fëmijët ose edhe të rriturve që të drejtohen tek një otorinolaringolog. Është e detyrueshme.